تفضل hoxha, s'po di çfarë me thonë hoxha vesh me ta dhënë fjalën, bëra. Atëherë, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazërit të nderuar, sonte kemi vendosur me fol për një temë shumë të rëndësishme. Normalisht tema shumë e rëndësishme dhe ulemaja kanë shkruajtur libra për këtë gjë. Ajo është njohja e Zotit, njohja e fesë dhe njohja e të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për secilin pik mund të përmbledhet një libër i tërë. Mirë po, Sheh Muhammed Temimi rahimullahu taala i ka përmbledhur shkurtimisht me një libër që ulemaja sot e asaj dite kanë komentuar këtë libër. Autori i librit vazhdon dhe thot: dije Allahut më shiroft se i kemi obligim apo detyrë mi mësu 4 çështje. E para është dija për sa i takon njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Më thonë, me pas dituri rreth njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Pastaj njohjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe në përgjithësi njohjes së fesë së Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet çkajt, nëpërmjet argumenteve. Sepse Ibn Qayyim rahimullahu taala ka thonë, feja jon është qala Allahu taala, qala Rasulullah edhe qala sahabe. Do më thonë, kjo është feja jon, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi dhe kanë thonë sahabet e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Do më thonë, sahabet janë ajo mostra që neve jemi të obliguar që ta pasojmë dhe thot gjeneratën e parë të muslimanëve. Kjo ishte sa i përket të parës, pika e parë dija. E dyta, në momentin kur ti vllai dashur musliman e mëson fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe mësimi nëpërmjet çkajt bëhet nëpërmjet diturisë, nëpërmjet burrave që e shpjegojnë diturinë. Dhe ata që e përhapin dhe ata që e marrin pastaj ata që e mësojnë dhe pastaj e përhapin. Qoftë në vetveten e tyre e hekin xhehlin, e nxjerrin xhehlin dhe pastaj shkojnë në familjarët e tyre, tek familjarët e tyre dhe ngjetin në përgjithësi. Mirë, po në momentin kur ti e mëson këtë dije, menjëherë duhet hyj në funksion pika e dytë, veprimi sipas kësaj diturie. Nuk të bën dobi vllai jam nëse ti din shumë dhe nuk e praktikon atë. Menjëherë duhet me e praktiku. Bukur. Kur ti e praktikon, masi që e ke mësu, e treta duhet vazhdoj tek muslimani, dhe kjo është veçori dhe karakteristik e ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, që çfarë? Që thrasin rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë thirrja. Dituria, veprimi, thirrja dhe e katërta është sabri. E katërta është sabri me pas durim vllaja. Në momentin kur ti ki me shku me një vend caktuar, ku nuk praktikohet feja e Allahut subhanahu wa taala, dhe ti ndoshta je i vetëm me një fshat caktuar, me një lagje të caktuar, dhe ti po mundosh me e ringjall fenë Allahut azza wa jall, apo me e ringjall një sunet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Priti goditjet e para që kanë me të bëu ty vllaja. Kjo është rregull. Pejgamberët e Allahut kanë pas probleme. Pejgamberët e Allahut janë sulmuar. Pejgamberët e Allahut janë sulmuar nga populli i vet. Ka thonë që ju po sillni një fe të re. Është e çuditshme thot. Gjithta idhuj i kemi na, gjithta zotra, ti po don këtë me na bë me një zot. Ç'është kjo fe kështu? Njëjta gjë është edhe sot, kur neve i thrasim njerëzit ndinin Allahu subhanahu wa taala, ata neve na sulmojnë. Mirë, po çfarë duhet? Duhet me bë sabër. Sepse e prish ato që je duke e vepru edhe je duke thirrë në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Me emrin Allah, ndërsa argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala apo surja al-Asr. Allahu subhanahu wa taala betohet në kohën vllazni. Wal Asr. Mi shtrohet një pyetje, a na lejohet neve të betohemi në krijesat e Allahut azza wa jall? Jo vllaja, nuk lejohet. Na nuk betohemi, ndërsa Allah betohet. Pasha fikun dhe ullirin, wal asr, pasha kohën. Krijesat e Allahut subhanahu wa taala betohet Allah azza wa jall. Dhe kjo i takon është specifik vetëm për Allahun azza wa jall. Bukur, pasha kohën. Çka thot Allah azza wa jall? Innal insana lefi khusr.
Me të vërtet, thot, njerëzit janë në humbje. Subhanallah. Mas pari po të thot, me të vërtet njerëzimi është në humbje. Pastaj po e nxjerr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Përveç atyre që besuan, për njerë dhe çfarë po thot? Dhe bën vepra të mira. Besuan, apo bën pastaj vepra të mira, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, këshillojnë për të vërtetën, thrasin rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Dhe e katërta, që shqetësekëm, sabri, wa tawasaw bis sabri. Më thonë, duhet me pas sabër në këtë din të Allahut azza wa jall, sepse ki mu sulmu, ki mu godit, e ne ato sulmet pejgamberve të Allahut vllaznin nuk i kemi. Wallahi nuk i kemi. Ju në vedet e kufrit po jetoni, edhe nuk i keni ato sulme që i ka pas Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nuk i keni Allah. E asna nuk i kemi. Pse del dikush flet, pse del dikush sulmon me gjuhë? Asgjë nuk është. Kjo është rregulli i Allahut subhanahu wa taala që don me të sprovu. Ndoshta kjo na nxit më shumë neve, që të fuqizohemi më shumë, të bashkohemi më shumë me lejen e Allahut azza wa jall. Shikoj se çfarë thot Imam Shafiu rahmetullah alayh. Ja për dietarëve të mëdhej. Thot sikur Allahu subhanahu wa taala të mos zbriste tjetër për krijesat e tij, përveç se kësaj sureje, surën Asr, kjo do të mjafton të thot. Aq sure përgjithshme që përfshin shumë gjëra. Vetëm suri Asr. Pasha kohën, me të vërtet njerëzit janë në humbje, përveç atyre që besuan. Çfarë besimi vllaja? Besim me shirk, besim me kufër, jo, besim të pastër, dhe pastaj vepruan sipas këtij besimi, bën sabër, bën thirrje në rrugt të Allahut dhe bën sabër. Imam Buhariu rahmetullah alayh, kur e ka shkruajtur librin e tij në Sahih Buhari, kapitullin e dijes e ka vendos para veprimit. Para veprimit. Edhe jo rastësisht Allahu subhanahu wa taala thot fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Para mendoni la ilaha illa Allah çka do të thonë? Për la ilaha illa Allah ti kemi shku në xhennet vllaja, me lejet Allahut. Mirë, po përkundër asaj, la ilaha illa Allah është ndarje mes muslimanit dhe kafirit. Është ndarje mes xhennetit dhe xhehenamit. Në ditën e gjykimit në xhehenam, kur muslimanët gjunahçar kanë me pas një debat me kafirat, kur kafirat kanë mi thonë muslimanëve, të çka ju boni dobi la ilaha illallah, zbashku me neve jeni në xhehenam. Atëherë Allah subhanahu wa taala prej mëshirës madhe do t'i nxjerr prej xhehenamit. Përkundër kësaj, shahadeti la ilaha illallah, para shahadetit Allah po përmend fa'lam, dije diturin. Ç'a të bën dobi la ilaha illallah nëse s'ki detyrim vllai jante? Çka ju bën dobi sufive, shiave, ku e dione nëse ata thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah? Muhammedur Rasulullah, çka i bën dobi? Kur ti bëjnë shirk Allahut azza wa jall, kur ti bëjnë kufër Allahut azza wa jall, çka i bën dobi? Kur far dobi nuk i bën Allah. Për atë arsye, mundohuni që ta mësoni atë çfarë e veproni. Dhe një prej sebepeve të marrjes së diturisë janë edhe këto takime, qoftë virtuale, qoftë në mënyrë fizike, që i majmë derse dhe ligjëratat me vëllezërit. Dije Allahu të mëshiroft se është detyrë, thot, për çdo musliman dhe muslimane të mësoj 3 çështje. 3 çështje dhe të veproj sipas tyre. Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar, e furnizuar dhe nuk na ka lënë pas dore. Nëse Allahu azza wa jall ty të ka kriju vllaja, a thua vallë Allahu subhanahu wa taala ty po të krijon dhe po të lën pas dore? Jo, ta ka dërgu Kur'anin, të ka furnizu me ushqim, me të mirat e kësaj dynjos, me të gjitha gjëra, me fizikun në mënyrën më të mirë, të ka bërë të dallueshëm nga kafshët, të ka dhënë logjik. Dhe çfarë? Ti prap e kthen shpinën dhe nuk i bindesh Allahut subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tana të mirat i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe ti nuk i kthesh Allahut azza wa jall.
Zoti i Madhërisht i krijoi krijesat për një qëllim të caktuar, e jo më këtë, lartësuar qoftë Zoti mbi gjithçka që i veshin, sigurisht që Zoti e krijoi njeriu me një qëllim të caktuar. Thua vallë, Allah subhanahu wa ta'ala po e krijon njeriu veç hajt çka shko? Po s'ka asnjë sen pa një qëllim, subhanallah. Ky internet, apo që kjo video, apo çdo e ka një qëllim caktuar vëllaja. Një ilaç kur të bëhet e ka një qëllim caktuar. Një tavolinë që e ndërton e ka një qëllim caktuar. Një shtëpi që ndërtohet e ka një qëllim caktuar. E lërë mo krijesa njeriu që është krijuar për Allah subhanahu wa taala dhe shkel shko? Jo. Cili është qëllimi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Çka thot? Unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit për vetë se të madhurojnë mua. Që kjo është qëllimi? Që kjo është qëllimi vëllaja? Ty të ka kriju Allah azza wa jall, me adhuru Allahun azza wa jall përkundër asaj, që të ka kriju me adhuru Allahun azza wa jall, nuk po të kërkon prapë shumë. Dynjon ta ka dhënë dorë. Një orë i mjaftojnë robit Allahut, gjatë 24 orëve mi kry 5 vakte. Pse nuk falësh Allah? Pse nuk falësh? 23 orë janë tuat, subhanallah. Pastaj, dhe me që njeriu është i krijuar për këtë qëllim, atëherë ai ka nevojë për dikë që ja ndriçon rrugën. Bukur. Nëse ti je krijuar dhe nuk ke një prospekt të jetës, ta jep doktori një ilaç dhe nuk të shkruan se si ta përdorësh, çka ke me boti me atë ilaç? Nëse nuk ta jep një letër caktuar, çka ke me boti me ata? Për atë arsye për me ta ndriçu rrugën, Allahu subhanahu wa taala të ka qu pejgamber vëllai. Të ka qu pejgamber ndër shekuj, prej krijimit njerëzimit. I ka qu pejgamber robërve të Allahut që të mos kanë akuza në ditën e gjykimit apo arsyetime për Allahut azza wa jall që të thonë që na nuk i kemi ditë. Po vëllai ke ditë. E ke ditë, po e ke kthyer shpinën mrapa. I ke pa muslimant duke fal namazin, duke agjëruar, duke shku në hax dhe ke bë hajgare me ta, ke bë shaka me ta. Andaj mbaje tani në ditën e gjykimit se çfarë do të gjej. Prandaj Zoti dërgoi profetët si përgëzues edhe paralajmërues. Mubashirin wa mundhirin. Mubashirin çka? Përgëzues për veprat e mira që po i bën në xhennet me dërgu dhe kërcënues që në ditën e gjykimit kur del para Allahut subhanahu wa taala të futesh në xhennetin e Allahut riyadhu billah, Allahu na ruaj. Pastaj thot ai na ka dërguar si çtam një të dërguar të cilët kushdo që i bindet futet në xhennet, kushdo që nuk i bindet e kundërshton futet në zjarr, në xhehenemin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu azza wa jall, vërtet që ne sollëm tek ju një të dërguar që dëshmon kundër jush, ashtu si quam edhe faraonin një të tillë, por faraoni e kundërshtoi atë dhe ne i dham një ndëshkim të rëndë. Subhanallah, unë thajem Zoti juaj. Deri në këtë mas njeriu arrin me thonë që unë jam Zoti juaj, deri në këtë mas. Dhe e dërgoi Musajin së bashku me Harunin. Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha. Subhanallah. Tha me shku te Firauni. Edhe mi fol fjalë të buta se te i kaluan gjitha çoqet e kufrit. Edhe në rububie, lërën në uluhie. Mirë po ai nuk e pranoi. Ishte mendje madh dhe Allahu e dënoi. Allahu nuk pranon ti bësh shirk duke adhuruar dikë tjetër posa Allahut subhanahu wa taala, qoftë ky angjëll i afërt apo edhe pejgamberi i Allahut. Dhe thot Allahu xhel me të vërtetë xhamit e Allahut janë kushtuar vetëm për Allahun, fala tad'u ma Allahi, dhe mos thot ju lutni as kujt tjetër përpos Allahut subhanahu wa taala. Më thonë mos ju lutni dikujt tjetër përpos Allahut në xhamit tuaja. Këtu edhe lidhet çështja xhamit që janë të bërë me varre. Varret pastaj ndërtohen xhamit mbi varre. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, Allah i ka mallkuar jehudët dhe të krishterët, të cilët i kanë marrë varret e pejgamberëve të tyre
si faltore. Allahu i ka mallkuar, thot. Dhe po ashtu thot, unë ju ndaloj nga të marrurit e varëve, të vlijave, të pejgamberve për faltore. Varët janë me njanë, faltoret janë me njanë. Po ashtu ai që i bindet të dërguarit dhe adhuron Allahun si të vetëm, nuk i lejohet të marrë si miq apo ndihmës ata që i kundërvijnë Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij, madje edhe sikur të jenë njerëzit më të afërt. Më të afërt. Subhanallah. Thot Allah subhanahu wa taala, nuk gjen popull që beson Allahun dhe ditën e fundit e të doj ata që i kundërvijnë Allahut dhe të dërguarit të tij. Bile sikur edhe të jenë prindrit e tyre, fëmijët, vëllezërit apo farefisi i tyre. Allahu ka skalitur besimin në zemrat e tyre, thot dhe i ka fuqizuar ata me zbulesë. Ai do t'i shpjer ata në kopshte në për të cilën rjedhin lumenja, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Thot Allah është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me të. Ata janë pala e Allahut, një mend që pala e Allahut subhanahu wa taala janë gavnjuese. Kur po i përmendim prindërit, kur po i përmendim familjarët e ngushtë, që disa do t'jenë edhe armiq tuaj, nuk po themi që ti nuk duhet të sillesh mirë me babën, me nonën, me motrën, me tezën, me hallën, me vllahun, me djalin, me ku e diune që e kundërshton dinin e Allahut azza wa jall. Në çështjet e dunjos ti do të sillesh mirë e mirë në mënyrën më të mirë. Edhe nëse është kafir, edhe nëse e sulmon dinin e Allahut azza wa jall, ti do të sillesh mirë, por nuk e dëgjon në çështjet fetare. Di Allahu të përudh drejt besimit ndaj tij se hanifije quhet feja e Ibrahimit alayhis salam, që do të thotë të adhurosh Allahun një, të vetëm, që t'ia kushtosh atij fen me sinqeritet, me këtë Zoti urdhron të gjithë njerëzit për këtë qëllim që i krijoi, që i bie vëllazni gjithë pejgamberët e Allahut e kanë pas një fe. Tauhidin e kanë pas, me adhuru Allahun të vetëm, e ni'budullaha wajtanibu at-taghut. Që të adhurosh Allahun dhe të largohesh nga taguti, thot Allahu subhanahu wa taala, çdo gjë që adhurohet pos Allahut subhanahu wa taala është tagut. Andaj gjithë profetët, gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall kanë thirrë njerëzimin që me adhuru vetëm atë. E pse u shpikën gjithë këto fe? Pse u shpikën gjithë këto ideologji? I shpikën njerëzit zbashku me shejatinët që ju përshpëritën në kokat e tyre, duke mos i marrur mësimet e Isaut a.s., e Musait a.s., e gjithë pejgamberëve të Allahut deri në fund Muhamedit a.s. Dhe thot, siç thot Allahu subhanahu wa taala, gjinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë dhe pjesa të më adhurojnë nënkupton me njësu në adhurim. Me adhuru veç Allahun azza wa jall, thot Allahu azza wa jall, adhuroni Allahun dhe mos i shoshoni atij asgjë në adhurim. Parimi i parë, kjo ishte si një lloj hyrje, njohja e Allahut subhanahu wa taala. Në qoftë se pyetësh se cilat janë ato tre parime që duhet të njoh njeriu, përgjigjja është Zotin e tij një, fen e tij dhe të dërguarin e tij. Këto janë tre parime që çdo musliman duhet të di dhe t'i përgjigjet. Tre parimet janë njohja e Allahut subhanahu wa taala, njohja e fesë të tij dhe njohja e të dërguarit të tij. Dhe thot, e nëse pyetesh kush është Zoti yt, përgjigjesh dhe i thuash Zoti im është Allahu subhanahu wa taala. Sheikh Albani e ka një fjalë të mirë, subhanallah. Thot muslimanët janë në gjendje sot vllazni që del muslimani të një jahudi para jahudis edhe don me kërcënu, e kërcënon. Edhe ai nga frika e kërcënon, thot ja pranoj islamin, ja e kërcënon. Edhe ai tash i thot jahudia nga frika, ne po e tregojmë si lloj storie pe tregojmë, jo që lejohet me dhun me i thon pranoj islamin. Mirë po, subjektin do ta tregojmë. Thot ose pranoj islamin ose të kërcënova. Thot mirë, nga frika, thot po e pranoj islamin. Çka më bëu thot? Valla thot nuk e di.
Kështu janë muslimanët e sotshëm. Kështu janë muslimanët e ahiri zamanit, vëllezër. Thot jahudia, thot krishterët, thot një fesë tjetër. Po e pranoj islamin. Çka me bo? Thot nuk e di. Ose veç një shahadet e din pa kuptim e din këtë shahadet. Fatkeqësisht. Kështu janë muslimanët. Për atë arsye, duhet me nxit muslimanët që të lexojnë. Nëse nuk janë të aftë të lexojnë, atëherë të dëgjojnë derse. Elhamdulillah, Allah ka lehtësuar tash nëpërmjet videove, nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet YouTube-s e ku e dione çdo vend ku mundesh me mësu dinin Allahut Azza wa Jall, ki me pas përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall nëse nuk ke mësu vllaje. Hiç tash është e lehtë çështja, po shumë e lehtë marrësh dije. Pastaj thot, nëse pyetesh kush është Zoti yt, ti do t'i thuash, ai është Allahu, i cili kujdeset për mua dhe kujdeset për të gjitha krijesat me mirësitë e tij. Ai është i adhuruari im, thot Allahu Azza wa Jall, i gjithë lavdërimi dhe falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pastaj thot dhe çdo gjë tjetër veç Allahut është krijesë e tij. Nëse të pyesin si e njohë Zotin tënd, çish po e njeh tash ti Zotin tënd? Përgjigju përmes shenjave dhe argumenteve shumë të qarta. Veç nëse ngrit kokën lart në qiell, kur ti sheh diellin e hënën, kur ti sheh lumenjet, kur ti sheh malet, kur ta sheh globin në përgjithësi, apo këto janë shenja që të bën të mendosh dhe të meditosh se ka një krijues madhështor. Si po qëndron ky qiell pa asnjë shtyllë, vllaje. Qëndro pak, mendo, imagjino pak, hulumto. Dhe besoj Allahut subhanahu wa taala, ndërsa prej krijesave të tij janë 7 qiejt dhe 7 toka dhe çdo gjë që ndodhet midis tyre, thot Allahu azza wa jall, nga shenjat e tij janë nata dhe dita, si dhe dielli dhe hëna. Mos i bëni sejdë as diellit as hënës, bëjini sejdë veç Allahut subhanahu wa taala, i cili krijoi dhe vërtet adhuroni vetëm atë. Po ashtu, o ju njerëz, adhuroni Zotin i cili krijoi ju dhe ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Disa prej adhurimeve që Allahu na ka urdhëruar t'i kryejmë janë Islami, imani dhe ihsani. Këto janë 3 kategori të Islamit. Islami, imani, ihsani. E dini rastin, e dini hadithin e Gjibrilit alayhi salam, kur erdhi një person me tesha të bardha, kur nuk ju shihte gjurmët në teshat e tij, dhe i tha Rasulit alayhi salam, çfarë është Islami, dhe i tregoi 5 shtyllat e Islamit, shahadeti, namazi, haxhimi, deri në fund. Pastaj imani, një person i cili ka Islam është musliman, i cili një person që ka iman është mu'min, besimtar, dhe një person i cili ka ihsan, quhet muhsin, dhe kjo është shkalla më e lartë. Ta adhurosh Allahun ke enneke tara, ta adhurosh Allahun sikur po e sheh, edhe nëse ti nuk e sheh, ai ty të sheh vllai. Momentin kur thosh Allahu Akbar, dije që Allahu subhanahu wa taala e ka drejtuar fytyrën ka ti. Momentin kur ti kthen djath apo në të majt, e hek fytyrën Allahu subhanahu prej teje. E hek. Andaj, përqëndron namaz, kur thu Allahu Akbar, sytë e tu letjen në drejtim të sejdës, sepse Rasuli alayhi salam ka thënë, ai person që fal namaz, e merr shpërblimin 10, 9, 8, 7, 7 deri 1, dhe më thonë, varsisht nga koncentrimi yt, ti e merr shpërblimin. Andaj, ke kujdes, sepse je duke dal para Allahut subhanahu wa taala. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam janë zverdhu kur e kanë marrë abdesin, janë zverdhu, fytyrat ju kanë zverdhu, sepse po e din ku po dalin. Po e din që po dalin para Allahut azza wa jall. Po ashtu lutja, duaja, frika, shpresa, mbështetja, dëshira, droja, el khashje, kthimi me pendim, kërkimi ndihmës, gjitha këto duhet kushtuar vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kështu që kushdo që një prej këtyre adhurimeve ja kushton dikujt tjetër veç Allahut, ai është mushrik apo është kafir. Dhe ne shirkun e kemi sqaruar në derset e mëhershme, se shirku ndahet në shirkun e madh dhe shirkun e vogël. Shirku i madh e nxjerr njeriu nga feja, shirku i vogël është post që të çon drejt
drejt shirkut të madh, që i kemi treguar shembujt, tani nuk është më vendi këtu ti trajtojmë çdo lloj të shirkut. E thot Allahu Azza wa Jall, kush adhuron ndonjë perëndi veç Allahut, duke mos pasur kurfar prove për këtë, do t'jap llogaritë e Zotit dhe ju besimtarët nuk do të gjejnë shpëtim. Nuk kanë me gjejtë shpëtim. Mirë për ato, o vllazni, ku shkon ditë gjykimit. O Allah, kthehem edhe një herë në këtë botë. Dhe bëj vepra të mira. Nuk ka më kthim mbrapa. S'ka më kthim mbrapa. Subhanallah, subhanallah. Para se me vdek, çu bën vepra të mira. Nëse sot nuk po fal namaz, çu vllai jam që tash falë Yacin. Çu, më një herë, çu, për një herë. Çu. Nëse nuk fal namaz, dikush ka për qëty me 40 vitve, apo ma shumë që janë, që nuk e fal 5 vaktin, çu vllai jem, motra jem e fale namazin, se nuk e din kur të vjen vdekja, o vllai jem, nuk e din, moment vjen vdekja, kur ta she me laçën, o Zot, kthem edhe një herë, nuk ka kthim, nuk ka kthim. Andaj ktheu sa nuk është bërë vonë, ktheu sa nuk ka shpirti në gargarën e fundit. Sepse Allah subhanahu wa ta'ala e pranon pendimin. Mos thuj që une jëm mbush me gjunahe, Allah nuk më fal. Jo, kjo është karakteristike jo besimtarve. Tërsa na, edhe sikur deri në maje të kokës t'jemi me mëkate, Allah subhanahu wa ta'ala na fal. Nëse nuk kemi shirk, Allah subhanahu wa ta'ala na fal, Allah jam. Po edhe sikur shirk të kemi, nëse pendohemi sinqerisht, me lejnë Allahut Azza wa Jall, Allahu na fal. Thot Allahu Azza wa Jall, Zoti juaj ka thënë, mu lutni që t'ju përgjigjem, ata që i shmangin adhurimin ndaj meje, nga mendëmasia do t'hyjnë në xhenem të poshtruar. Subhanallah. Mirë për ata që luftojnë dinjen e Allahut Azza wa Jall. Mirë për ata. Prova se frika është adhurim, mos u friksoni prej tyre, për friksoni vetëm prej meje nëse jeni besimtar. Wallahi po. Alhamdulillah. Na ka thënë Allahu një lloj fuqie, këtë dynjoja, këtë kufart, tu na shajt, këtë kufart, tu na luftu, tu jetojnë mesin e vendeve të kufrit dhe nuk e kemi frikë. Pos Allahut Azza wa Jall. Sa organizata, sa shtete, sa perandori, bëjnë organizime për me e çrnjos këtë fe. Po Allah Azza wa Jall neve na ka dhonë rahatin zemrat tonë, Allahu Akbar. Rahatin na ka dhonë Allah. Jemi rahat. Jemi të kënaqur me imanin ton, sa që disa prej selefëve kanë thonë që po ta dinin disa mbretër se çfarë kënaqësie shpirtërore kemi, do të na luftonin me shpata. Se çfarë kënaqësie ka imani. Kënaqësi e madhe është kur kënaqësinë e ke të shpirtit. Dhe ky shpirt kënaqet duke njoftë Allahun Azza wa Jall. Ky shpirt kënaqet duke i rënë sejdë Allahut Azza wa Jall. Ky shpirt kënaqet kur i robrohet vetëm Allahut Azza wa Jall dhe jo njeriu. E jo disa që thonë, po na nuk jemi rob të Allahut. Po dhe nuk je rob i Allahut, po je rob i parës atëherë. Rob i parës, rob i shefit, rob i filonit, fizikit, se i ke lidhë me dynjë. Kur je rob i Allahut, i nënshtrohesh atij, nuk i nënshtrohesh askujt dhe nuk e nënshmon veten para kujt do. Po e nënshtron para Allahut Azza wa Jall, e vendos kokën tonë dhe ballin tonë në sejdën gjatë namazit që ti e kryen. Po ashtu prova se shpresa është adhurim, thot Allahu Azza wa Jall, kështu kush shpreson takimin me Zotin e vet, le të bëj vepra të mira dhe të mos i shoqëroj askënd në adhurim Zotit të vet. Suratul Kahf ajetin 110. Po ashtu me një hadith thot, kush dëshiron takimin me Allahun, Allahu dëshiron takimin me të. Kush e urren takimin me Allahun, edhe Allahu urren mu taku me ty, o vllaja. Subhanallah. Aisha radiallahu anha e pyet ja Rasulullah, e kishte kuptuar ndryshe. Thot, na e urren vdekjen. Muslimani, do më thonë përgjithësi, e urren apo friksohet vdekja. Thot, nuk është kjo për qëllim. Nuk është kjo për qëllim. Është për qëllim veprat e mira që i bëjmë, dhe nga veprat e mira e dëshirojmë takimin me Allahun subhanahu wa taala. Prova se tevekuli apo mbështetja është adhurim, është ky ajet, vetëm te Allahu mbështetuni nëse jeni besimtar. Këtë dynjoja mo që kundër te o vllaja, kret, me shtete e shtete, me perandori e mbretëri.
Kur Allah nuk ka caktu me ndodhë diçka për ty, nuk mundën me të bo. Dhe që kena bërë neve të fuqishëm. Pse ndore ka personi, një person e ka ndore jetën tona? Ja, ja. Ne i mbështetim e Allah subhanahu wa ta'ala. Të mjafton Allah subhanahu wa ta'ala, kush i mbështetet e Allahut, vërtet ai është që i mjafton. Prova se dëshira për shpërblim, druajt edhe për ula janë adhurime, me të vërtet ata përpiqen për veprat mira dhe na luteshim me shpresë droj, ata ishin të përulur ndaj nesh. Prova se el-khashie, frika, thot mos u friksoni prej tyre, por vetëm prej meje. Ktheuni te Zoti juaj me pendim. Prova se kërkimi i ndihmës është adhurim, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Suratul Fatiha. Në hadith thuhet po kërkove ndihmë, kërko vetëm prej Allahut Azza wa Jall. Thot është adhurim, thuaj thot mbrohem me Zotin e Agimit. Suratul Falaq, kul a'udhu bi rabbil falaq. Thot gjithashtu mbrohem në Zotin e njerëzve, kul a'udhu bi rabbin nas. Prova se lutja është shpëtim, kur ju kërkuat Zotit tuaj, ai ju përgjigj. Allah subhanahu wa ta'ala, kur ti kërkon i ngrit durt lart, Allahut subhanahu wa ta'ala i vjen turp mos me ta kthy përgjigje. Subhanallah. Kur ti një ngrit durt dhe je i sinqert me Allahun Azza wa Jall, dhe kur ti qan, ngritesh në pjesën e tretë natës, si kur një fëmijë kur të lyp prej prindit vet që është qan, ti hala ma shumë kërko prej Allahut Azza wa Jall. Dhe lumë për ata që nëse përmendet Allahun vetëmi kur është, i rjedhin lotët, ky person është në grupin e 7, në 7 ato 7 grupet, njërin prej 7 grupeve, që Allahu ka me fut në hijen e arshit. Bo prej tyra Allaja, ngriti durt, mos i harro duat, mos i harro duat, çdo herë duaja ka hajr. Edhe nëse nuk ta pranon Allah Azza wa Jall për atë gjë që ti po kërkon, ndoshta një bela ka pas me të ardhur, shko kujdes që s'po ta pranon Allah subhanahu wa ta'ala, ta hik belan, ta largon belan. Andaj bëj dua, tërkohën, Allah nuk mërzitet. Robërit mërziten. Një herë i lyp, 2 herë i lyp, 3 herë i lyp, të 4 herë thot ball çu shkon puna. Ndërsa Allahu kur nuk mërzitet nga robi. Tankon po dua. O për çështjet më, po themi kushtimisht, më banale që janë, kërko prej Allahut Azza wa Jall çdo herë. Se Allah nuk mërzitet prej teje vllai jam. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, po ashtu edhe thirrja kurbanit është adhurim. Thot Allah Azza wa Jall, thuaj në të vërtetë namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë thjesht për Allahun Azza wa Jall, Zotin e botrave, ai nuk ka asnjë ortak. Kështu jam udhëruar dhe unë jam i pari që i nështrom atij. Po ashtu pejgamberi sa ka thonë, Allah mallkoft atë që therr kurban për dikë tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Shiko vllaja, dhe ti motër e nderuame, dhe ata që nuk e din, merrni këto fjalë dhe transmetonja çdo kujt, gjithë atyre që prejnë kurban për evliate ndryshëm, për tyrbe e varre, thuj që jenë nën mallkimin Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu e mallkoft thot atë që therr kurban për dikë tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Vllaja, ki kujdes vlla, sepse del prej dinit Allahut Azza wa Jall. Të na është një përhapur një fenomen shumë i keq kur ti në shtëpi të re e prejnë kurban prejnë dhe kokën e kurbanit me gjak e vendosin tek themelet e shtëpisë për me marr bereqet, subhanallah. Koka e derës po cjell bereqet, a je i logjikshëm ti o vlla? A je i logjikshëm? Subhanallah. Nëse e bën me bindje që kjo mu më sjell bereqet, riyadhu billah, Allah na rujt mush me dal pi dinit. Nëse nuk e din, shpresojmë tek Allah që arsyetohesh, duhet me të mësu. Nëse thu që kamet adet e di që kur gjë s'bën, ke bo bidat në fenë Allah Azza wa Jall. Prap je mëkatar tek Allah Azza wa Jall. Provë se zotimi është adhurim, është ky ajet, ata e zbatojnë premtimin dhe i frikson ditës të merri si cilës përhapet gjithandej. Po ashtu tash e kemi pikën e dytë, parimin e dytë, njohja e fesë islame përmes argumenteve. Sa minuta u bërën
Fatmir? O gjë falë, mund është me folë Allah, s'është problem. Mujnë me fola la, okej. Ma mirë po na kënaqë, kur po na legjeran se pyetja. Okej. Tash parimin e dytë, vllazni, e kemi njohja e fesë islame nëpërmjet argumenteve. Islam çfarë do të thonë? Islam është një dorëzu Allahut subhanahu wa taala përmes çkajt, përmes njohshmërisë Allahut, përmes tauhidit Allahut. I nënshtrohesh vetëm atij. Kur ti nënshtrohesh vetëm atij, ti tauhidin e ke në rregull. Edhe nuk i friksohesh askujt. Dhe duke u bindur urdhëresave dhe ndalesave, ato që të ka urdhëruar Allahu, i bindesh, dhe ato që të ka ndalu, që të ka bo haram, me lejen e Allahut i largohesh. Nëse Allahu Azza wa Jall po të thotë, mos me bo zina, largoj vllaja. Nëse Allahu Azza wa Jall po të thotë që haram është alkooli, largoj vllaja. Nëse Allahu Azza wa Jall të ka thonë vjedhja është haram, largoj vllaja. Gjitha këto gjëra, mos respektimi i prindërve, largoj respektoj prindërit, po qoftë edhe kafir nëse është, e lëre më musliman. Gjitha këto gjëra çojnë në vend dhe kjo do bën që më nënshtru Allahu subhanahu wa taala dhe mu largu e mu distancu nga shirku dhe itarët e shirkut. Islami ka 3 nivele: Islami, imani, edhe ihsani, secila syresh ka shtyllet e veta. Prova për shahadetin është ky varg kuranor në suratul Ali Imran, që shahid Allah ennehu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist, deri në fund të ajetit thot Allahu dëshmon, po ashtu edhe engjëjt dhe njerëzit e dijes se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç tij, duke mbajtur drejtësinë, thot s'ka të adhuruar tjetër meritor përveç tij, të plot fuqishmit, të urtit. Ky është dëshmi e shahadetit, domethënia e dëshmisë është kjo që nuk ka të adhuruar me të drejtë për pos Allahut Azza wa Jall dhe e mohon çdo adhurim tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Ajo që do t'i dëgjoni, ajo që do t'i lexoni, apo keni meni prej dikujt se la ilaha illa Allah, s'ka zot tjetër pos Allahut, është gabim në përkthim dhe thunjë të gjithëve. Kur të përkthehet la ilaha illa Allah, s'ka zot tjetër pos Allahut, jo, ka zotra që adhurojnë tjerët. Ka, sa dush ka zotra. Po duhet me thonë, nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut Azza wa Jall. Ky është kuptimi i sakt i shahadetit. Ilah është i adhuruar vëlla. Zot është Rabb. Tash nëse thu la ilaha, nëse thu, mirë, cili është dallimi mes la ilaha edhe la rabbe illa Allah? Hajde më tregoni. Dallim, ka dallim. La rabbe illa Allah, s'ka zot pos Allahut. La ilaha është s'ka të adhuruar illa Allah përveç Allahut Azza wa Jall. Kish mujt me thonë Allahu Azza wa Jall, la rabbe illa Allah. Mirë po ka thonë, la ilaha illa Allah. Që tu dallon meselja kuptimi i sakt i shahadetit. Po ashtu, thot Allahu Azza wa Jall, kujto kur Ibrahimi tha babait dhe popullit të tij, në të vërtetë unë ju urrej dhe distancon prej atyre që adhuroni, përveç atij që më krijoi, i cili është ai që më ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Ai bëri këtë fjalë të përhershme të pasardhësit e tij, te pasardhësit e tij, me qëllim që të kthehen tek Allahu. Kjo ishte se përket pjesës së parë së shahadetit, apo edhe pjesa e dytë, Muhammedur Rasulullah. Muhammedur Rasulullah, thot Muhamedi është i dërguar i Allahut, janë fjalët e Allahut Azza wa Jall, tani më ju ka ardhur një i dërguar nga lloji juaj që ndjen keqardhje për vuajtjet tuaja, ai do të mirën për ju dhe është i butë i mëshirshëm me besimtarët. Subhanallah. Po vjen Resuli alayhi salatu wassalam, po shkon Taif, pi thirr njerëzit, o thoni la ilaha illa Allah, tuflihu, që të shpëtoni. Thoni la ilaha illa Allah, që të shpëtoni. Ata pjan nxjerrin fëmijët edhe të çmendurit, pe godasin, pe gjakusin, pi vin me lajket, për me shkatruat vend. Resuli a.s. nuk po pranon, nuk po hakmeret për personalitetin e tij, për mënyrë personale, nuk po i merr çështjet, se ndoshta do të vinë gjenerata që do ta pranojnë Allahun hak, do ta adhurojnë Allahun hak, dhe sot asaj dita e vend është musliman, e vend është islam, dhe ka musliman. Pastaj kuptimi i dëshmisë Muhammed Rasulullah është se ky ti bindemi urdhëresave të tij, të besojmë në çdo gjë për të cilën na ka njoftuar, të largohemi
atë që na ka ndaluar, thot po ashtu dhe atë që na ka ligjësuar, për sa i takon namazit, zakatit dhe shpjegimit të tauhidit, ata nuk kanë qenë të urdhëruar, wa ma umiru illa li'abudullahi mukhlisina lahu ddin. E dini ajetin kuranor suratul Bayyina, nuk jemi urdhëruar përveç se ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala me sinqeritet të plot, të falim namazin, të japim zakatin pikrisht, domethënë wa dhalika dinul qayyim, pikrisht kjo është dini i vërtet. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thotë ya alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot o ju që keni besuar, thot agjërimi është bërë obligim, sikur që është bërë obligim, domethënë ummeteve të kaluara. Domethënë këto janë sa i përket shtyllat e Islamit, po ashtu kemi për haxhin dhe vizita e kësaj faltoreje, është detyrë për çdo që ka mundësi ta përballoj rrugën, e kush nuk beson, Allah nuk ka nevojë për askënd. Nëse nuk beson, ti thjesht veç po shkon hajde për një turizëm, nuk pranohet tek Allah subhanahu wa taala. Dhe niveli i dytë, kjo ishte shtyllat e Islamit. Tash kemi nivelin e dytë, niveli i dytë është imani, dhe imani thot pejgamberi sa përbëhet nga 70 cadeg. Më e larta cila është? La ilaha illallah. Më e ulta cila është? Largimi një pengese nga rruga. Dhe çfarë? Turpi është prej imanit. Shikoni vllazni, në këtë hadith janë 3 gjëra të imanit. Fjala la ilaha illallah, qaul, me goj. Pastaj thot largimi një pengese është veprimi i gjymtyrëve. Dhe el haya min al iman, thot dhe turpi është prej imanit. Zemra, turpi. Gjuha la ilaha illallah, largimi i pengesës është vepra e gjymtyrës. Dhe imani është besim me zemër apo veprim me zemër, shprehje me gjuhë dhe veprim me gjymtyrë. 3 komponentët i përmban që ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Allahu azza wa jall, nuk është e gjithë e mira vetëm tek kthimi fytyrave tuaja ka lindja apo perëndimi, mirësia vërtet është ai që beson Allahut, ditës së gjykimit, engjëve, librit dhe profetëve, po ashtu për kaderin kemi në çdo gjë, ne çdo gjë e kemi krijuar me mas të paracaktuar, dhe ihsani ka të bëjë dhe thot nivelin e tretë që është ta adhurosh Allahun sikur që po e sheh realisht, ti nuk e sheh, por se ai të sheh. Dhe për fund e kemi njohjen e të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në takimin e radhës. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta marrë pak një gotë në qëtu në vazhdim. Po, që lezë dhe motra, shpërdoni edhe ka një live-in, edhe shkojna me pyetje, inshallah. Nuk do të zgjatmi dhe shumë, zbot vuhon. O gjallaj të shpërble për ligjeratën e foqeshme, që si ligjerate, si s'kom një deri me tash, pas kara madhe ja që me ndëgju ligjeratën. Shtu se... Allah i forcoft. Amin. Cili po mire në pyetje... Aleikum salam të Allah, barakatuh Allah. Cili po mire në pyetje, a hoxha Salaudini Faria zgënë